në këtë dunja Allahu askujt nuk I ka dhënë përjetësi. Allah I thot pejgamberit, nëse ti vdes, ata do të jetojnë përgjithmonë. Kur ja dashurit ti ja përmend. Ti ke me vdek edhe, ti I vdekshëm dhe ata janë të vdekshëm. Kjo është se njeriu vetëm nëpërmjet islamit, besimit, ka mundësi me ndërtu konceptet e drejta dhe sakta, edhe paraspeshën ta vendos në mënyrë të arsyeshme, në mënyrë që sikurse jo rastisht Allah na thonë, nuk mendoni pak, nuk analizoni, a nuk I matni sendet ashtu si duhet. O Zot, këtë këto muhabetet apo shembull që I ceke edhe ajetet, është normal sicili prej neve e gjin veten dikon. Shembull, unë tham ti si musliman, unë kur foli me bashkëbisedues xhamat dhe kështu me radhë, tham këshire ti me çka kontribon në unifikimin edhe atë hallin që e kanë muslimanat. Ti a munosh pasuri me fitu me halal. A ndalesh me fëmijën tanë me lexu ose me dëgju një ligjërat. Qoftë edhe 5 minuta. Unë mendoj këto damet të cilat I kemi si ummet, apo devijimet janë rezultat I mos aktivizimit ton shoqëror. Shembull, ndash në shtëpijet tona, ndash në xhamiat tona, ndash në për institucionet shkollore arsimore. Atëherë do të thotë që ne jemi në një krizë të madhe, e cila duhet të mobilizohemi, edhe devijimet vijnë pastaj edhe dënimet e Allahut subhanahu wa taala.